shumë i mirë, edhe të tjerë plot ka dhe janë definitivisht besoj që reperët më të mirë janë të Kosovës. Kënga që të rënqet nga emocionet? Këto kohë e fundit apo gjithmonë? Gjithmonë është I Will Always Love You, Whitney Houston. Sa e dëgjoj kam po të njëjtin emocion. Është natyra ime ajo edhe shkoj me të kaltër. Tre këngëtarët me zërin pushk dhe me zërin ul. Unë kam kryer shkollën e ullë të muzikës, por nuk e di sa jam kompetente për të folur për ata që kanë zërin pul. Sot në estradën tonë ka mjaft zëra pulash, po që në mikseta të ndryshme digjitale realizohet dhe interpretimi pastaj është i mirë. Vlerësoj cilë do të këngëtar. Bështa kishim darë me zhanre apo të si da. Unë e duaj Ilir Shaqirin, nëse flasim për muzikë popullore, sigurisht. Është një këngëtar shumë i madh. Alban Skënderaj është fantastik. Është kantautor i mrekullueshëm. Jonida Maliqi, nëse më pëlqen. Është e mirë, shumë e mirë. Më mirë me Ira Pishman a me të mbet merak. Unë mendoj që është më mirë pak me mbet merak. Dhe në jetë kam pas disa situata që e kam lënë vetën, hajtë se duke menduar shumë, kam thënë hajtë se më mirë me mbet merak sepse me Ira Pishman s'kam qef hiq. Sepse di që e kam bërë me vetë dije veprimin dhe pastaj pendom dhe e di që nuk e rikthej dot edhe nuk e ndrejq dot. Kështu që me mbet merak kam gjithmonë një alternativ plus në mendje dhe në kokë që mund të ishte më keq, ndoshta mund të ishte më mirë, por mirë kështu që s'ndodhi, kështu që se dija. Me mbet merak. Me mbet merak. Cilën pjesë të trupit i josh të tjerët? Po ku ta di është më mirë ndoshta me pyeti këtë tjetër. Cila pjesë e imja e trupit i josh të tjerët? Anën e pas me e kam, okej. Mendoj, nuk e di. Prezantuesja më e mirë sipas jush. Këtu është një pyetje e vështirë, mendoj që është vërtet e vështirë, sepse shihet sot janë të ndryshme, edhe në këtë profesionin ton miret shumë. Unë kam disa parapëlqime, i njoh shumicën nga afër dhe kam shumë miq, kolegë dashamir, sigurisht me gjithë kam raporte super të mira, nuk ka një njerëz të vetëm në të gjithë të marrëdhëniet të gjatë kohore pune që kam ndruar ndonjë fjalë të keqe, absolutisht gjithë i kam kolegë dhe gjithë i vlerësoj për situata dhe momentet e caktuara. Por se di, është aktuale, po padyshim Arbana Osmani mendoj që është një prej prezantueseve më të mira që kemi. Adi Krasta thjesht është i pazbesueshëm për mua. Shumë pyetje interesante. Motoja juaj e jetës. Jeta është e bukur, puno për të realizuar ëndrat tua. Kjo. Çka nuk di publiku për ju? Se di, kryesisht kam qenë e hapur në marrëdhënien time me publikun, por janë detaje tjetës që mund të mos i di publiku. Talentin ndoshta në muzikë, nuk e di, sepse jam shkolluar për atë drejtim, pjesën time të publikimeve shkencore mund të mos e di. Pjesën ku ngatrohem me burrin mund mos e di, se shohin që je kemi mjalë, po dhe ne zihemi ndonjëherë, mund natyrisht mos e di. Detaje që e bëjnë jetën padyshim shumë të bukur dhe interesante. Ka plot gjëra që publiku si di, por e rëndësishme është që munduemi të transmetojmë mirësi, pa çka se jeta të përballë ndonjëherë me situata nga më të ndryshmet.
por mundohemi t'ja dalim. Në cilat raste ndihesh si violin patella? Çka nuk fal tek partneri për asnjë arsye? Ka patur një rast që në jetë jam ndjerë vërtet një violin patella. Kjo është e vërtet dhe po e them për herë të parë. Ka patur një rast në jetë që vërtet jam ndjerë sikur gjithçka mu rënua para këmbëve. Por arrita ta marr veten, arrita të kuptoj diçka të jashtëzakonshme te vetja, një fuqi që nuk kam besuar dhe menduar që e kam për brenda shpirtit. Arrita ta nxjerr në pa dhe më ndihmoi. Kjo situatë më ka ndihmuar që ta nxjerr edhe atë pjesë për të cilën unë jam krenare. Çka nuk i fal partnerit për asnjë arsye? Se di, unë i kam falur atij shumë gjëra. Shumë gjëra. Fal vazhdimisht. Inshallah nuk vjen puna mos me fal ndonjëherë. Se di, por jam tip që fal, jap mundësi të dytë, por asnjëherë një mundësi të tretë. Kështu që ta shohim. Kur nuk zgjohet herët, kur i them unë, sa ajo është gjumash. Atë nuk ja fal. Këngën që e dëgjon në dush, unë këndoj në dush. Këndoj këngët, se di, këngët të reja, këngët që kanë lënë pak a shumë gjurmë në jetën time, këndoj këngë shqip, këndoj këngë anglisht. Ka plot që këndoj, nuk është e këndoj vetëm një këngë, po ka plot. Puthja e parë me Faikun na e përshkruaj. Kur ka ndodhur para një 200 vjetësh. Edhe sa vite pas më ke kthy, do të thënë, nuk e mbaj mend sa vite pas më ke kthy. Ka ndodhur në 2000. Ka qenë mirë, shumë e lezetshme, e gjatë. Në 2004. Shumë e bukur. E kam, më duket se shihen akoma të asaj. I mbante erë të mirë, edhe që knaqëm. I pisi është i mirë, është i mirë. Kënga me tekstin më të mirë në botë. Ed Sheeran, perfect. Dhe më qetëson, është e bukur, ka shumë emocion, ka shumë ndjenja dhe më pëlqen. Alket merr frym tani se mbarua, po na trego nga 1 deri tek 10. Sa të pëlqeu kjo intervistë? S'ka pyetje të keqe. Ka vetëm mënyrën se si e formulon për ta nxjerrë te mysafiri atë që do. Dhe të përgëzoj se më hape zemrën shumë. 10. Pa diskutim 10. Shumë e bukur, shumë e lezetshme si intervistë. Cili do të ishte një mesazh për krejt ata që po të ndjekin tani? Punoni, vërtet punoni për të realizuar ëndrat tuaja. Ëndroni sa më shumë, por ëndroni me sy hapur dhe realizoni ato.